kuptohet. Unë jam dakord që duhet një ndryshim i madh. Duhet një ndryshim i madh dhe janë hapat e para. Kulturor, se është ndryshim kulturor, duhet ky është fillimi. Është fillimi. Ne nuk mund të themi që shqiptarët janë të pakulturuar, sepse është. Po edhe tash edhe slogan që jemi një nga popujt më të kulturuar të botës nuk mund ta themi. Se edhe kjo tani është çike egzageruar. Jemi ndër, pse? Kudo që shkojnë shqiptarët tregojnë qytetari, kudo që shkojnë shqiptarët tregojnë që janë të Gajere kanë edhe se nuk dua se do marrë një lumë me sharje. Jam mësuar. Po shep pyet, jam mësuar tani u bëra 30 vjet origjinal, kështu që. Jo, tani thua që jam origjinale unë, jo, unë besoj këtu. Unë them atë që mendoj. Dhe unë mendoj që shpeshherë ajo mirësia që ne kemi, e kemi edhe nga porulësia. Se jemi shpeshherë umile, jemi të porullur. Pa dyshim që jemi një vend i kulturuar. Siç janë gjithë kombet e tjerë. Çdo komb për veten e vet thotë që ne jemi kombi më i kulturuar. Tash mos i egzagerojmë këto tani, se janë, e kemi bërë të qenin shqiptar, sigurisht qenit biri i Zotit. Tani bitë Zotit jemi dhe ne, po është edhe italiani, është edhe gjermani, është edhe tjerë. Nëse rëndësi ka që ky ndryshimi, e di ku e shoh popullin tim. Unë popullin tim e respektoj kur nuk vjen. Unë popullin tim e respektoj kur nuk vret. Unë popullin tim e respektoj kur ajo administratat mos jetë një administratë paaft, pordhace, më administratë të paaft, prapë ju them për shprehjen, më falni. Pordhace dhe për këtë patjetër duhet arrogante, do të njerëz të paditur. Që dalin njerëz njerëz të paditur dhe arrogant. Se të bashkohet arroganca me padijen është e tmerrshme. Se të paktën mund të jesh arrogant, po je i ditur, ose e kundërta. Nuk shkon njëra me tjetrën. Po të dyja bashkë, ky korrupsion i tmerrshëm, unë këtë them, ky është shqiptari. Nëse Shqipëria do ishte vend kaq i bukur dhe kaq i mirë me njerëz kaq të kulturuar, nuk do kishte vjedhje kaq të mëdha sa ka, sepse dhe ata që vjedhin më. Ata, ky korrupsion i madh që po bëhet, pjesë e jona, mos bëjmë sikur këta që dalin protestë janë një Shqipëri tjetër, kurse këta që kanë vjedhur janë një Shqipëri tjetër. Këtë mos ta themi, por jam me juve, edhe ju jeni gocë e re, dhe ju duhet ta bëni, duhet të parë ndryshim i madh kulturor. Dhe prandaj protesta duhet ishte për mua, duhet kishte zhduk në mënyrë absolute rudimentet e kohës vjetër të politikës shqiptare. Nuk duhet në asnjë mënyrë që ata të qaseshin, nuk ishte arsye pse të përjashtoheshin edhe partitë e reja. Partitë e reja duhet ishin brenda një tryeze për ndryshimin e kodit elektoral. Aty realisht. Çfarë po ndodh me partitë e reja? Nuk po flas për, ka mirë kuptim për PDPS, po të reja pse nuk po pranohen nga protesta? Në atë shesh janë të gjithë qytetarët që duan të jenë pjesë e asaj proteste qytetare. Ne kemi darë gjithkohës duke bërë thirrje që larg partitë politike, larg logët politike, dhe unë e thash dhe pak më përpara që në atë shesh i ka bërë bashk kauza qytetare. 36 vite. Pra, shëndetësia, arsimi, gjithçka. Pra, në atë shesh janë qytetarët. Shumë dakord, po. Kjo që thotë Çuli qëndron deri diku, pra, ka përjashtime apo ka përjashtime nga vendimarrja ndoshta? Qytetarët e kanë thënë me zë. Nuk duan që të jetë askush pjesë e politikës, pjesë e atij mikrofoni dhe pjesë e atij sheshi për të marrë dhe për të përvetësuar kauzën. Do të them vetëm një përgjigje, se unë nuk e kuptoj këtë fuqimin qytetare pastaj. Si ta krijoj këtë fuqi, ky popull? Në qoftë se ti thua që ne do e heqim për shembull edhe partitë e vogla politike, unë këtu e kam llafë, fal, një sekondë ta bëj pyetjen ta ball. Thjesht nuk i lë të marrin benefitin. Po benefiti është benefiti është qytetarëve. Tani unë nuk e kuptoj punën e benefitit, se benefiti do vinë zgjedhje. Benefitin ti e merr kur të marrësh votën në momentin që bëhen zgjedhjet. Ti ti thu protagonizmi. Po çfarë? Ardin Çori aty ka qenë që ditën e parë. Dhe është një nga njerëzit që kanë nxitur këtë histori. Ky tjetri i djallti, agroi që ka qenë aty. Kur ti bën një po pra, po erë në kuptimin e një lloj vendimarrje, të një lloj rruge që duhet të marrë kjo protestë, se nuk ka nevojë, ju thoni që është e popullit të gjithëve, atëherë nuk keni pse i nxjerrni. Edhe ata mund të jenë atje pjesë e një loje për kërkesat që bëhen, sepse edhe ata janë të interesuar të dëmtuar. Çuli, kjo është dilema. Që ta bëjmë me radhë. Pra kjo është dilema. Etleva, duhet të kthehet në lëvizje politike apo qytetare? Unë kam bërë një editorial, kam dhënë disa raste, kam 7 raste. Si në Amerikën Latine, në Afrikë dhe pjesa më e madhe në Europë, lekverdhët që dështuan, ose pjesa ka të bëj me atë që ka patur sukses, që është Serbia dhe Hungaria, të cilat rezultuan sukses, filluan lëvizje qytetare, u strukturuan në formacione politike dhe ja dolën. Për shembull, në Serbi do ke zgjedhje parakohshme në Vjesht.
Në Hungari për 3 vjet mundën Viktor Orban që ishte nga liderët më autokrat. Ndërsa forcat e tjera, lëvizjet e tjera qytetare që nuk janë konsoliduar në formate politike, emrin ja vëmë si duam, kanë dështuar se janë tretur. Cili është varianti që po diskutohet më shumë mes jush? Nuk po them kush duhet, se realisht nuk është diskutuar asnjë nga variantet. Është thjesht një protestë qytetare që ne mundohemi që çdo ditë në atë shesh të artikulohemi dhe të themi atë që kërkon qytetari i çdo dite në atë shesh, dorëheqjen e kryeministrit. Kjo është një nga pikat dhe ne jemi ende te pika A, mund të shkojmë te pika B pa realizuar këtë. Sa do pra vazhdoj është të them atë shprehjen, po. Peshku në det dhe tigani në zjarr, mund të vazhdojmë të procedojmë me pjesët me hapat e tjera në momentin që ne kërkojmë realizimin e pikës së parë. Dhe pika e parë, kërkesa është e qartë, dorëheqja e kryeministrit. Pra dorëheqja e kryeministrit, por mund të jetë një kryeministër tjetër nga PS-ja që zëvendëson, pra si është skenari më pas. Nuk është është parashikuar shumë pika. Nuk është parashikuar diçka konkrete për të qenë qartësisht Pra kjo është gjë ultimative që do zgjidheshte vetëm me një ortek të madh që nuk ndalonte dot në gjithë Shqipërinë. Ajo është filloi ditë e parë. Do të jetë një format që të shkojë drejt një forme politike ose një grup negociator. Për mua në mënyrë absolute jo. Për mua. Po. Ky është mendimi im. Unë nuk shikoj aty element qofshin këta intelektual, qofshin në kuptimin e një frymarrje të re politike, të spikatur për krijimin e një formacioni të ri politik. Unë personalisht, po kjo nuk do të thotë që unë kam të drejtë në këtë rast. Patjetër, ky është mendimi im. Unë ky është mendimi im. Unë shikoj që kjo vërtet madje do ishte më e bukur kështu siç është. Të ishte një lëvizje që ka të rinë brenda që mund të aderonin, nëse mund të bënin një parti politike tjetër, po që të aderonin për një ndryshim të madh politik, se ndryshimi politik do jetë gjithmonë. Edhe dha dorëheqjen ai dhe nuk dha, për ndryshimet e kodit elektoral, të gjërave që janë më të rëndësishme, pra ku thembra e Akilit është kodi elektoral, ku është 2 vjet ajo është shumë e bukur. Që mos lejohet më tepër se 2 vjet, 2 mandate të jetë kryeminist. Mund të ketë diçka për administratën, për të unë bash ato 5 pika. Pra, në qoftë se ti ndryshon këto gjëra kaq të rëndësishme, për mua pak rëndësi ka pastaj a ka një parti politike? Pra, ky është thelbi. Nëse ne realizojmë këto 5 pika, automatikisht ka frymarrje dhe pjesa politike në vend. Pra, do të ketë ndryshime, sepse kodi elektoral ne dim që ai që është sot nuk i lejon askujt të jetë në një garë të barabartë për të qenë pjesë e atij parlamenti dhe ne shohim që parlamenti mbushet gjithkohës me njerëz që ngrin kartonin për interes të njërës palë ose palës tjetër. Pra 2 partive të mëdha politike. Vetëm keni kujdes një gjë, edhe nuk e di se si do më përgjigje, sepse duke ndëjtur në mënyrë didaskalike, siç e thash në fillim, tek pjesa që ka lidhur me dorëheqjen e kryeministrit, mos vallë do të çojë në një pikë që mund të detyrohet edhe ai zotëria atje, nëse kjo histori do vazhdojë, tjetë kaq e fuqishme sa ka qenë të paktën, se unë nuk e shoh tjetë po aq sa ka qenë. Ai të shpalli zgjedhjet e parakohshme, nuk ti merr parasysh gjitha gjërat e tjera, të futet në zgjedhje me një mandat. Kjo është nga pikat që ne kërkojmë, që të jetë qeveri teknike dhe jo zgjedhje të parakohshme, sepse ne pam në zgjedhjet e fundit se si u zhvilluan zgjedhjet, ne e dim që partia në pushtet është e inkriminuar, është e lidhur drejt për së drejti me si do t'ja u japë ai gjitha këto tani se kriminale dhe automatikisht si do t'ja u japë ai gjitha këto. Ju thoni, edhe ta pres pak kokën unë ty. A mund të ta presin që kokën unë, i thonë ati, dhe mbasi ta pres kokën, të gjitha vendimarrjet e tjera, gjithë rrugën tjetër që do ndërmerret përpara, e vendosun. Në qoftë se ai do të ishte një njerëz që do gjykonte. Pikërisht pra, nuk do ishte më mirë që ngadalë ju të mblidhesh, ju njerëzit kryesorë që jeni më turp, që të lihet gjithmonë lihet shtek për një gjë. Gjithmonë duhet lënë shtek për një gjë. Ne nuk lëm shtek për asnjë gjë, sepse atëherë do kalojnë në revolucion jakobin. Ai zotëria nuk ka negociata. E vetmja kërkesë që bëhet është dorëheqja, sepse nëse do të ishte një njeri me mend dhe do ta donte vërtet këtë vend, realisht